Europa po përgatitet për një të ardhme gjithnjë më të pasigurt, duke i kërkuar qytetarëve të jenë të gatshëm për një krizë të mundshme, përfshirë dhe skenarin më të keq, luftën. Kështu e nis artikullin kushtuar kontinentit të vjetër, giganti mediatik CNN. Me rritjen e kërcënimeve të sigurisë dhe tensioneve me Rusinë, disa vende europiane po ndërmarrin masa të jashtëzakonshme për të ndërtuar një kulturë të gatishmërisë civile, thuhet në artikull. Vendet europiane po përditësojnë planet e emergjencës, përfshirë transformimin e garazheve dhe stacioneve të metros në bunker, ndërsa udhëzuesit për mbijetesë po shpërndahen në masë. Komisioni Evropian ka rekomanduar që çdo familje të ketë furnizime për të paktën 72 orë në rast krize. Udhëzimi i publikuar në mars thekson nevojën për ndërtimin e një kulture të gatishmërisë dhe rezistencës në të gjithë kontinentin, shkruhet në artikull. Suedia ka rifreskuar udhëzuesin e saj të mbijetesës për herë të parë pas 6 vjetësh. Flet palosja nëse vjen kriza ose lufta, u shpërndan në miliona familje dhe përmban informacione për alarmet publike, strehimet ajrore dhe si do të menaxhohet ankthi apo komunikimet me fëmijët gjatë krizave. Gjermania nga ana tjetër ka përditësuar direktivën kuadër për mbrojtjen e përgjithshme, ku parashikohet transformimi i jetës së përditshme të qytetarëve në rast konflikti. Pjesë të njëjtit plan është bërë edhe Finlanda, vendi që ka kufirin më të gjatë toksor me Rusinë nga të gjitha shtetet e NATO-s. Por pavarësisht kësaj, shumë vende po përpiqen të shmangin qasje naive të së kaluarës, ndërkohë që udhëzimet përgatiten, mbetet e paqartë sa seriozisht do t'i marrin qytetarët këto paralajmërime, thuhet në artikull.